Nazmi Gripshi ka debutuar dje me fanellën kuqezine miqësore ndaj Jordanisë duke luajtur në pjesën e dytë të miqësores në Errol Benja, një debutim me fest pas fitores 4-2 të kuqezinëve ku futbollisti zhvilloi një paraqitje të mirë. Pikë së pari falenderoj trajnerin dhe stafin që më besuan për debutimin dhe jam shumë i lumtur që debutova me Kombëtaren, por mendoj që kurrë nuk jam i kënaqur në çdo ndeshje, duhet të japësh edhe më shumë. Mendoj që sot kemi bërë një ndeshje të mirë të gjithë si grup dhe mendoj se ky rezultat dhe fitore është fal grupit të punës që bëjmë çdo ditë. Trajneri na tha se duhet të vazhdojmë me këtë ritëm, të punojmë fort në klubet ku jemi dhe kemi edhe 2 ndeshje të tjera për hapin final. E ardhmja, për momentin kam kontratë 6 muaj deri në qershor, atje mbarojmë kampionatin në fund të tetorit dhe fillim të nëntorit. Nuk e kam vendosur, mendoj të mbaroj kampionati dhe pastaj të shohim se ku do të jetë më e mira për mua dhe besoj se do të bëjmë diçka të mirë. Të them të drejtën, në çdo moment që kur kam qenë pjesë e moshave deri te U21 kam pritur ftesën e Kombëtares, por për lojtarin nuk është asnjëherë vonë, sa herë të thirrem do të jem gati. Këtë herë që mora ftesën isha i gatshëm dhe nuk e mendova 2 herë dhe çdo herë kur të më ftojnë do të jem i gatshëm për Kombëtaren. Udhëtim i largët për Kombëtaren edhe në fund të botës të jem do të vij gjithmonë, nuk ka distanca lidhje për Kombëtaren dhe për Kombin, asnjëherë, tha Gripshi për Supersport pas ndeshjes.